Anullohet me smjegullës së korrupsionit tenderi 1.5 miliard lekë i Bashkisë Tiranë për asfaltimin e rrugëve në një lagje në zonën e kombinatit. Kontrata e dhënë në mënyrë të padrejtë nën urdhrat e kryebashkiakes Anuela Ristani në favor të biznesmenit Florian Nua nga Gramshi, hasi në rezistencë të papritur në Komisionin e Prokurimit Publik KPP. Tenderi denoncuar fillimisht nga Media 60 kishte shkelje të hapura mbi prokurimin publik. Megjithatë, anullimi do të bëhej nga KPP pas ankesës së një prej kompanive, shëmbeti e pakënaqur me vendimin e bashkisë. Më konkretisht bëhet fjalë për tenderin rikualifikimi bllokut të banimit në rrugët Nexhatagolli, Nikola Drushniku dhe Ndot Sënikaj, me fond limit 141.7 milion lekë të reja pa të vëshëm. Anullimi i procedurës kryhet bazuar në vendimin e KPP datë 16 qershor të vitit 2026. Citojmë njoftimin e Bashkisë Tiranë të publikuar më 29 qershor 2026 në Agjencitë e Prokurimit Publik. Ofertave është kërkuar nga operatori ekonomik Albavia SHPK. Kompania rezulton se ka pasur ofertë më të ulët sesa kompania fituese Inerti SHPK. Referuar informacionit të Bashkisë Tiranë të dorëzuar pranë KPP, si dhe informacionit të operatorit ekonomik Albavia SHPK, rezulton se në datën 12 maj 2026 është bërë klasifikimi i operatorëve ekonomik pjesëmarrës, duke njoftuar me anë të sistemit të prokurimeve elektronike mbi rezultatet e vlerësimit të ofertave. Sipas këtij dokumenti, operatori ankimues Albavia SHPK renditet mes dy ofertave më të ulta, por është skualifikuar nga komisioni i tenderit që ka autorizuar kryebashkiakja Anuela Ristani. Duhet thënë se Anuela Ristani ka vënë resh disa institucioneve që të legjitimojnë vendimin e saj të padrejtë. Kështu, nga raporti i auditit në sistemin e prokurimeve elektronike, rezulton se kompania Albavia SHPK është skualifikuar nga procedura e prokurimit sipas arsyetimeve të dhënë nga bashkia. Operatori nuk përmbush kriteret e veçanta të kualifikimit, ku kërkohet vërtetimi lëshuar nga shoqëria Ujësjellës Kanalizime Tiranë, që konfirmon pagesën e të gjithë detyrimeve që rrjedhin nga kontratat e furnizimit me ujë. Pra, rezultoi se operatori ekonomik Albavia SHPK nuk ka deklaruar përmbushjen e detyrimeve për detyrimet nga shoqëria Ujësjellës Kanalizime Tiranë. Por kjo nuk pas ka qenë e vërtetë. Në datën 28 maj 2026, pranë KPP është administruar denoncimi i operatorit ekonomik Albavia SHPK që kundërshton skualifikimin e ofertës së paraqitur. Nga shqyrtimi i ankesës del se kriteri i faturave të ujit që pretendon bashkia është një pikë e pashpallur për të ngatëruar operatorët. Kriteri nuk përfshihet në asnjërin prej rubrikave të formularit për mbledhjes të vetdeklarimit. Në bazë ligjore të sipërcituar përcaktohet qartë se cilat janë kriteret e kualifikimit, të cilat plotësohen me formularin për mbledhjes të vetdeklarimit. Si rrjedim, kriteri i hartuar në këtë mënyrë sjell konfuzion si në përgatitjen e ofertave nga operatorët ekonomik, ashtu edhe te organet e vlerësimit dhe shqyrtimit të ankesave. Citojmë dokumentin e KPP. Nga ana tjetër, kompania denoncuese disponon dokumentet se nuk ka pasur asnjë detyrim të pashkryer në shoqërinë e Ujësjellësit. Po si mund të merret vendimi për një tender 1.5 miliard lekë mbi bazën e një informacioni të pavërtetë? Ujësjellësi është shoqëri që varet direkt nga Bashkia Tiranë, edhe informacionet janë tërësisht online. Nëse nuk do të kishte vullnet për të manipuluar tenderin, fakti që verifikohej menjëherë me një klik tek Ujësjellësi. Në këto kushte, KPP ka urdhëruar të anullohet tenderi Anuela Ristanit dhe të rihapet sërish pasi të jenë rregulluar kriteret. Por nuk ka qenë vetëm një vendim i lehtë i KPP që është kujdesur për të lënë rrugdalje Bashkisë Tiranë nga ky skandal. Në ndonjë rast tjetër, tenderi do të çojë për hetim administrativ, sepse pasoja e pranuar zyrtarisht është mungesë transparence dhe barazie. Përkundrazi, në KPP ka pasur përplasje interesash mes anëtarëve, për shkak se ish kryetari Jonaid Myzyri i shkarkuar nga SPAK nuk është zëvendësuar akoma. KPP ka mbetur me 3 anëtar. Kjo shpjegon pse vendimi është marrë me 2 vota pro dhe 1 kundër. Kundër vendimit të KPP për anullimin e tenderit të Anuela Ristanit është hedhur anëtari i KPP Kreshnik Trenova, i cili nuk ka votuar pro pas mbledhjes. Trenova ka dalë me dokumentin mendim kundër që është bashkangjitur vendimit zyrtar. Pretendimi i kompanisë Albavia nuk shndron të mos pranohet ankesa, thekson Trenova në këtë dokument, që dyshohet se pasqyron pazarit që bëhen deri në KPP me paratë e taksa paguesve. Tojmë se Kreshnik Trenova është marrë i panderur nga SPAK për korrupsion me vendimet KPP përkatësisht për shkelje të barazisë në tendera. Kur në garat e Bashkisë Tiranë shfaqet emri i biznesmenit Florian Muha, duket se rruga drejt kontratës bëhet më e lehtë përballë ofertave më ekonomike dhe konkurrencës së gjerë. Administrata e drejtuar nga Anuela Ristani vazhdon të jap kompanisë Inerti tendera të pamerituar. Anuela Ristani nuk pyet për ligjin, për koston, për projektet e
më parshme që ky i ka mbyllur me vonesë ose nuk e ka përfunduar akoma, apo për KLSH që raporton mashtrimet e muhës. Edhe në këtë procedurë, sinjalet që ngriheshin mbi tenderin ishin të shumta. Procedura rikualifikimi i bllokut të banimit në rrugët Nexhat Agolli, Nikolla Drushniku dhe Ndot Senikaj në njësinë administrative numër 6 në zonën e kombinatit u shpall më 16 shkurt 2026 dhe ofertat u hapën në 6 mars. Në garë morën pjesë plot 28 operatorë ekonomik dhe bashkim operatorësh, duke krijuar një pamje të parë dhe në një konkurrencë të fortë. Megjithatë, rezultati final ngriti pikpyetje të shumta. Flamuri i kuq që valvitej mbi procedurën e këtij tenderi nuk ishte shenjë mirë. Tashmë, të gjithë e dinë se kjo sinkronizon riskun e korrupsionit. Kështu më 21 maj të vitit 2026, oferta e inerti SHPK e pronarit Florian Mua do të shpallej fituese, megjithëse kishte propozime më ekonomike. Në këtë procedurë janë skualifikuar 12 operatorë ekonomik mes të cilëve edhe Shpresa Pikal, SHPK dhe Albavia SHPK që propozon të bënin këtë punë me 10 deri në 25 milion lek më pak se sa oferta fituese. Florian Muaj regjistroi kompaninë Inerti në Gramsh në vitin 1996, por shkëlqimin e pati me ardhin në pushtet të rilindjes. Firma aktivitetin kryesor i zhvillon tashmë në Tiranë, ku ka pasur mbështetjen e kryebashkiakut Erion Veliaj. Vimësia është garantuar nga pasuesja Anuela Ristani, janë miliarda lek të dhëna me flamur të kuq me firmën e saj që ilustrojnë këtë ide. Kështu, më 6 janar 2026, Ristani niste ditën e parë të punës për këtë vit me firmën për tenderin e rrugës Pjetër Budi. Fondi limit për këtë projekt është 2.5 miliard lek. Më 19 maj 2026, Inerti do të favorizojë nga Anuela Ristani me tenderin rehabilitimi i rrugëve të bllokut që kufizohet nga rrugët 3 dëshmorët, Kadri Roshi dhe Panojat Pano. Me urdhrin e saj, Florian Mua do të përfshinte këtë prokurim me fond limit 1.1 miliard lek pa TVSH. Nua ndërkaq nuk i ndahet as Gramshit. Kryebashkiaku Besion Ayazi ka firmosur me flamur të kuq tenderin afro 500 milion lek për rikonstruksionin e rrugës së brendshme në fshatin Trashëdhic. Njësia administrative Pishaj. Kjo firmë është lëshuar më 29 maj 2026. Këto kontrata publike të gjitha thuajse në të njëjtën kohë kërkojnë angazhim të caktuar forcash dhe mjetësh. A ka verifikuar Komisioni Anuela Ristanit kapacitetin teknik të Inerti SHPK? Sigurisht që në Bashkinë Tiranë nuk e kanë problem afatin. Mjafton të pritet shiriti i nisjes, pastaj ca inspektime dhe story në Instagram dhe harrohet e kur ka nisur dhe kur mbaron një punë. Në Tiranë në vitin 2024 Mua ka marrë tenderin për ndërtimin e shkollës 9 vjeçare Erdi Durham me vlerë afro 5 miliard lek, të cilën akoma nuk po e mbyll. Duhet ta mbaronte për 10 muaj, por janë shkelur afatet disa herë. Thuhet se do të hapet për fëmijët këtë vjesht. Sipas dokumenteve, rruga Pjetër Budi duhet të ishte afër fundit, pasi afatin e dorëzimit e ka në gusht 2026, por punimet janë larg mbarimit. Para 3 javësh ishte në inspektim në këtë kantier vet kryebashkiakja. Ajo foli për bukurinë e rrugës, por nuk dha një afat për përfundim. Banorët janë ankuar se rruga nuk ka vend për kalimin e këmbësorëve dhe se trotuaret janë shumë të ngushta. Nga ana tjetër, kompania është skeduar nga KLSH për mashtrimet që bën me kontratat publike. Kontrolli i lartë i shtetit në një raport auditimi të veprimtarisë së Bashkisë Elbasan për vitin 2022 ka konstatuar vjedhjen që ka bërë kompania e Muhës me punimet e riparimit të rrjetit të kanalizimeve. KLSH zbuloi mashtrimin me volumin e punimeve duke i shkaktuar dëm buxhetit të shtetit. Përse këto fakte nuk i bëjnë përshtypje kryetares së komanduar të Bashkisë Tiranë, Anuela Ristani. Vetë statusi i saj, emëruar direkt nga kryeministri Edi Rama, shpjegon veprimet e saj. Zyrtarja do të firmos deri në momentin që SPAK t'i heqë stilografin nga dora. Ju pëlqeu kjo video? Atëherë bashkohuni me ne. Na ndiqni në Instagram, Facebook dhe TikTok dhe bëni subscribe në YouTube. Klikoni like dhe share dhe aktivizoni njoftimet për të mos humbur asnjë video të re. Faleminderit për mbështetjen.